ku është ndryshimi midis një hipermarketi dhe një marketi? Dikur konsumatorët kishin fokusin kryesor çmimin dhe sasinë. Tani kanë cilësinë. Konsumatori sot shqiptar është më informuar? Përzierja e produkteve bëhet me shumë kujdes dhe me cilësi të lartë. Çfarë produkti keni ndoshta më të shitur? Gjithmonë produktet e shportës, si mund të themi mielli, sheqeri, orizi, makaronat janë produktet që i gjen në çdo karrocë shqiptare. Si blen një i ri, si blen një më i moshuar? Funksionon edhe online. Klientët mund të porosisin produktet. Keni kërkesa veç që shkruajnë klientët që kur do bëni oferta? Ne kemi fushata çdo javë. Domethënë nga e hëna në të diel ne kemi produkte të ndryshme në ofertë. Produkte lokale apo importi? Mendoj se është një bashkëtim i të dyave. Çmim apo cilësi? Atëherë, Big Marketi është dashuri për cilësinë, por patjetër që është shumë i njohur edhe për çmimet e favojshme dhe për ofertat ekskluzive që bën her pas here.